O gjert një pyetje, doshta me parashu se më duk interesant. Thot kështu pyetja, motra e burrit vjen nga gurbeti dhe rrin 3 muaj tek ne. Edhe burri i saj vjen me javë rrin tek ne. E unë me mbulesë dhe shtatzone sën po duroj, thot. Po për hatër të fëmijëve s'po kam qare. A kuptova pyetjen? Do të thonë motra e burrit vjen në shtëpi tek këto. Me gjithë burrin e vet, domethënë. E kjo shtatzone, pyetje që e ka shkruar mesazhin. Po. Çfarë këshilli kështu? Është diçka e re kjo është për të na unë s'kom lind për miqave, kom lind çto. Me vërtet. Kjo është fatkeqësisht një keq kuptim i bamirësisë dhe fisnikrisë që e kanë shumë bashorte në vendin tonë që e presin dhe mirëpresin mirë mysafirin dhe janë të sjellshëm dhe kanë mikpritje jashtëzakonisht madhe me mysafirin. Unë do të kisha preferuar kështu kësaj motrës edhe atij vllavit ton, bashortit. Po. Ai një javë në çkën këto ta topi gurbetit që vinë, domethënë veç pak në vetë dison, jo 3 muaj. Reciprocitet. Mashallah, 3 muaj me shku ka xhomi e çesin. Një javë. Një javë. Ne shkoj kjo me fëmijët e vet, me burrin e vet, edhe në të parkohet ata, më thonë kena ardhur një javë me ne te jo. Edhe shtoj dojna pite, dojna kajmak qenë, dojna tamalores, dojna flime na qitë një ditë, edhe ato dëshirat që i kanë do të thotë. Dë njëre disa motra apo disa mysafir kur vinë të këto tonit, me pas sens, me pas mirë koptim. 3 muaj. 3 muaj e ka 3 muaj do të thotë plus tash edhe dhondrin të shtëpia, domthonë ajo për me dal plus kjo shtatzone. Për me dal në kuzhinë me përgjit divoje, do të thonë edhe thjesht do fole shumë normal do fole, do të më vesh sikur me dal mbi pazar, kupton. Do të më vesh komplet siç duhet për me dal në kuzhinë një bardak ujë me mush. Në shtëpi vet nuk ka privatësi, nuk ka astrati. Të mos provon me tena se ai kultura më mshu derë se është nëse motra aty 3 muaj. Është noksan edhe dhondrin ja 3-4 javë aty, kupton? 3 muaj dhondri ka ardhur mysafir. Po 3 muaj mysafir, kjo është nuk ka rregull kjo. Mund të më ndodh donjëre kjo për x arsye, do thotë, është e ka prish shtëpinë në të drejt, s'ka ku të shkojë. Edhe pse ai që prish shtëpi do thotë, më një shtëpi një banesë me qira plot. Nuk e bën rahat se s'ka. Po, do thotë kjo është ngarkim dhe stërngarkim ndaj një bashorte. Edhe nëse e bën kët burri, duhet të më konsultoj paraprakisht me gruan. Mundesh me marr një kohë të caktuar, po 3 muaj. Thotë edhe çdo vjet ka 3 muaj domethënë ti me bë kështu. Kjo është stërngarkim me edhe nëse e bën kët, vallai s'ka bashorte shqiptare. Unë kam tregu për po e grave shqiptare. Edhe muslimane, trojeve tona. Tu përfshi gjithë edhe nacionalitetet tjera që të mos keq kupton se trojeve tona po flas, bashortet edhe gratë tona janë do të thotë tej mase bujare dhe mikpritse. Po s'po ku njëri e konsulton. Para mendoj 7 zone të ta sikletin e vet, galin e vet, që shti noksan edhe një autobus misafir aki pruati. Son rregull kjo nuk ka fer. Po edhe nëse e ban s'po ku konsultoje. Po edhe nëse e ban her paseri çojete në vet një javë, merre një javë, çojete dikun tjetër. Ose ai mysafiri që ka ardhur 3 muaj më nuk ka mysafir, në ti për vela dhe e motra krahat pak. Ai nuk ai konat çka duhet me të një mund të shtëpia. Njëna sa ballëkjen tjetër darkën e ta bojë, një ti fshinje me netë tjetra me paçavër, sikur i kena në atë zanatin tona për shtëpiat tona, për mirëmbajtjen e shtëpisë. Thotë jo me shëndru në një hamallat atë gruan shtëpian tonë. Edhe na mushit gjymert edhe gentlemenën këtë në hesab tjetër kujt, me muj misafirit. E buri mushit se është mikpritsi më i madh i botës në hesab gruas, po për vetë ti pak. Bane ti drejt këndarkën. Krahat. Shumë më vjen kjo. Me pas kujdes edhe sens dhe me pas
kujdeset ndaj gjendjes së palës tjetër. Sa mundet ako takat, bashkëshortja jote më shërbi 3 muaj. Po edhe 3 muaj do të thotë mos më pas kur një farë privatësi në shtëpinë e vet. Vallai këto gjeste dhe njerë dhe këto sjellin edhe fesat midis burrit dhe gruas. Dhe prishin muhabetin midis burrit dhe gruas. Në fund të natës gjithë hinë në dhomat e tyre kanë muhabet me zvete, janë happy se super kalum sot, burri e grua rini dhnushëm në dhomën e vet, shkaku se me të vërtetë kur të stërngarkohet numri i mysafirëve dhe 24 orë të jetë obligueshme me u qëndru në kamatinve, se këtu hin pastrimi i shtëpisë, ushqimi, larja e enjve, pastrimi i banjos, na e dim se gratë tona janë temistores, mundën me leju shtëpinë çashtu, pa larja e teshave, po. Plus tjetë 7 zona. Po kjo është padrejtësi dhe ndaj foshnës që e bart në barkën, se mundet me qenë kjo shkak edhe për abort. Puna edhe stërngarkimi i gruas me punë, dhe puna e tepërt thotë mund të jetë edhe shkak për abort, po shkak për me mbyt një jetë të re. Çdo sen me usul me karora dhe mysafirllëki e ka rendin e vet. Rendin e vet e ka. Po foli kur t'jen me një, se janë mëkate të ndryshme, hajde dyqysh kalot malet, ama rastet tilla që her pas here na vinë, me të vërtet ndonjëherë detyrohesh me tregu se ajo gruas ka ardhur aty 50 vetave me u shërbi, s'ka ardhur hamall e 50 vetave. Dhe ajo se ka obligim do të thotë gjithë atyve njerëzve të thotë 24 orë 3 muaj me u qëndru gaditur. Në hotel nuk të rinë gati. Në hotel shkon e pagun edhe nuk të rinë gati. Do që i ka kuzhinë, që aty shko hapi edhe ecë. E pagun me pare, s'tri gati. Jo ti, po edhe që ato motrat tona, që ato konata që vinë, edhe ato me qenë pak ma të vetëdijshme. Sidomos to që jetojnë jashtë në Evropë. Pak ma evropianë, kishtin mend në ta vënojnë krije, thonë ku shkon ti 3 muaj me gjithë burë? Te nusja e vllavet. Atë shkon menja se edhe ajo ka dëshirat e veta, apo edhe du të pushon, edhe ajo du të me dal me burin e vetë, edhe du të me shku te nana e vetë. Pak me usul me karar. Çdo sen du të me konë, a me qenë 1 javë, 3 ditë, 2 javë, dhe ka përcej dhe që do kaloje. Ama 3 muaj, ke 4, ku e di unë e pëtanë. Ajtë në dalen në vendin e asaj kunatat, dvere kunatat, 3 muaj të shkoje në Evropë asaj, edhe ajo 3 muaj. Munje të shuligon, munje shuligon, në fale, di? Kena punë. Ta bëjmë biletën këthyse për një mazdarke. Po, Allah. Pa këtë shkuptime, dhe ne i themi shuligon, ama kjo së në regull. Allah i shpërblev, ajde po. E këtë lafën, e di shumë mirë që ka o shuligon. Ajde po që kusë të ndërumë. Pyetje shumë randome mirë po mësuam shumë do këshilla të mira nga hoxha i nderuar.